Liçeni i Shkodrës është përfshirë zyrtarisht në programin Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s, duke u bërë pjesë e rrjetit global të zonave të mbrojtura që promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe ruajtjen e ekosistemeve natyrore. Ky projekt synon të sjellë ndikim pozitiv për komunitetet venase, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim të qëndrueshëm dhe duke nxitur bashkëpunim ndërkufitar mes Shqipërisë dhe Maltëzi për menaxhimin e ekosistemeve të përbashkëta të liçenit. Që ka shumë benefite dhe ideja është njeriu dhe biosfera. Çfarë do të thotë? Se si duhet të jetojë njeriu në një sistem ekologjik duke pasur benefitet e saj, jo vetëm njeriu, por edhe gjithë natyra. Një rëndësi tjetër e veçantë sepse kjo bën të merr një pasaportë ndërkombëtare dhe rritet vlera, jo vetëm tek pjesa e gjendjes aktuale, por edhe bashkëpunimit me Malezi. Tani e dim se edhe pjesa e Malezia është pak kombëtar, edhe pjesa shqiptare është pak natyrore, ndërsa përfshirja në sistemin e njeriu dhe biosfera nga mund të themi që mund të kemi një tërësi të mbrojtjes së kësaj liçeni të Shkodrës. Rritja e bashkëpunimit mes institucione, po kryesisht në pjesën e Malezi, pra rritja e bashkëpunimit në pjesën e Malezi, mos janë thjesht në rastet e konferencës ose takimeve në kuadër të projektit, do të keni bashkëpunim të bashkëdhshëm për menaxhimin sa më të mirë liçenit të Shkodrës nga dy derat dhe kufirit. Sepse natyra shpend dimësia nuk ka kufi dhe nuk duhet të ketë kufi as në menaxhimin e saj liçenit të Shkodrës. Ndërkohë, përdrajtëresh në Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Daniel Pirushi, ambicet për liçenin e Shkodrës janë më të mëdha sa u përket pasaportave europiane. Kemi ambicie shumë të mëdha, ne besojmë që këto pasaporta ndërkombëtare kemi ambicie të tjera për ta futur edhe në kategorinë Green List IUCN dhe në kategori të tjera që lidhen me traditat e tjera apo me produktet e tjera dhe konsumit të themi tradicional, kështu që kemi një përpjekje që do ta bëjmë në prezent në vazhdimsi, akoma janë projekte të pamaturore, por ne besojmë që pasaportat ndërkombëtare dhe lira që na japin detyrë, por ndërkohë na japin edhe vizibilitet në mbar botën. Liçeni i Shkodrës është më i madhi nga dyshin e Ballkanit, i ndarë midis Shqipërisë dhe Maltëzi. Ai është nga qendra turistike më të rëndësishme të rajonit dhe një pasuri natyrore e rrallë për biodiversitetin e tij. Në cesin ndërkombëtar të shpendëve ujore për vitin 2025, liçeni i Shkodrës është renditur në vendin e dytë në Europë me afro 24.000 individ të numëruar nga qindra specie shpendësh. Ky sukses sipas ekspertëve është një tregues i qartë i potencialit që ka liçeni për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme në harmoni mes njeriu dhe natyrës.